Ju përshëndes, javë të mbarë të gjithëve, mirë se erdhët në Rrezë e Dielli, kënaqësi ta nisim javën së bashku sot në këtë ditë të hënë ku do të gatuajmë recetat mira sot me Albanën, si ditë e parë e javës, e po ashtu do të flasim me doktor Yllim në bima dhe shëndeti për një tematik që prekt shumicën e njerëzve, për sa i takon ulçerave të stomakut, si ato krijohen, çfarë simptomash na japin, të cilat shpeshherë edhe i neglizhojmë, dhe më pas i trajtojmë në mënyrë alternative, duke na ndihmuar të konsumojmë edhe ushqime të cilat ndoshta her pas here i harojmë, të cilat na bëjnë mirë për të trajtuar dhe për të fuqizuar stomakun. Kështu që na ndiqni, do të kemi edhe një hapësirë për ju, për të na telefonuar dhe për të bashkëbiseduar me doktor Yllim Erian. Tani, do të shkojmë në kuzhinë të nisim me njëherë nga puna. Ja, ku jemi në kuzhinë, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Si të kam sot ty me këtë uniform kështu bardhëzi? Në më të mirën e mundshme. Po të nisi e hëna dhe themin e jo në të mirën e mundshme, po pushim kemi qenë, jemi rehatuar. Preja që o ditë e hënë fillon me dembelizëm, fillon dhe me grosh, preja që unë s'kam grosh. Fillon dhe me grosh. Po se shumica e njerëzve i lënë të hënave o të premtet, është ajo tradita, ajo tryeza tradicionale fasuleve me pastërma, pa pastërma, gjithsesi do t'i sjellim një ditë tjetër, se sot kemi pastiçe me sa shoh. Po, pastiçe dhe kemi atë me mish të grirë ose me kimas, siç mund të thonë. Ju si të doni. Kam vendosur direkt, kam vendosur mishin e grirë. Tek mishi i grirë që e kam lënë të zijej, shtoj 1 deri në 2 qep. 2 qep mesatare ose 1 qep e madhe. Pra unë kam 1 qep të madhe këtu. Nuk kam shtuar fare vaj, dhe kur them që nuk kam shtuar, them direkt edhe për bërësit, pra kam mishin e grirë, kam edhe masën e vajit. Po. Pra ai vaj që mua më duhej, kemi bërë, kemi ushtuar një vaj të ri që kemi në kuzhinën tonë, që shpresoj të jetë edhe pjesë e kuzhinave tuaja, që është një markë e re, relativisht e re, e tregut tonë, ka vetëm një vit e pak që është fokusuar tek prodhimet autentike shqiptare, duke ruajtur traditën, cilësinë rreth të parë, edhe shijen autentike, duke na garantuar produkte të tilla cilësore në tryezën tonë. Avash gradualisht në tryezën tonë do të ketë edhe produkte të tjera me të cilat pema vjen në tregun shqiptar. Sot e nisëm me vaj ulliri sepse është tani sezoni dhe sigurisht pema sjell këtë vaj ullirit cilësor që ka edhe një çmim fantastik. Vaj ulliri ekstra i virgjër, i prodhuar në Shqipëri dhe i zgjedhur nga ullinjt e jugut. Ne do të gatuajmë dhe madje do të tregojmë dhe receta vetëm me vajin e ullirit se na duken. Patjetër, ke plot sa të duash. Ka dhe një veçanti, për shembull, nëse unë tek salca vendos edhe ajvarin që është me speca të kuq që kemi diku këtu, i bjen një përzierje shumë e mirë. Pra, salca me ajvarin. Përsa është ajvari ka specin e kuq, që është i kaluar, ose gogozharin, që është i kaluar në pjekje, ka qepën, domaten, po gjithçka është e kaluar në pjekje, dhe më pas ka të zjerjen derisa të shteroj lëngu. Ky është ajvari i famshëm dhe plot shije. Do t'i provojmë, avash do të tregojmë edhe publikut tonë. Dihet që nëse do të kyeni pyetje ku mund ta gjejmë, në çdo supermarket është tashmë pema, ju zgjidhni një vaj të mirë dhe niseni ditën me një lugë vaj ulliri dhe pak limon, se është një tonik shumë i mirë për mëlçin. Kush tek mëlçia, thuaj edhe ato renditi dhe tjetër me tak gjitha dhe unë çfarë më mungon. Pastiçja sot vjen me mish të grirë, e kemi sjell në disa variante sipas preferencave të shijeve tona dhe tuajat. I shohim pak si kemi renditur përbërësit, pastiçe me kim dhe bechamel. 500 gram makarona për pastiçe, 300 gram mish i grirë, 2 qep mesatare, 3-4 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle salcë domatesh, krip piper i zi dhe dafin bashk për salcën bechamel, 2 lugë miell, 2-3 gota qumësht, 1 ose 2 kokra ves, 2-3 lugë gjizë gjelle gjalp dhe shumë shije, shumë dashuri. Dhe ma pak të lutem. Që ishte azhurma që bëre?
Tak, tak. Unë i doj receptën. Hajde. Hajde kemi temë si të urojmë mirëseardhjen, kjo është. I tregova thjesht një truk, duke lexuar përbërësit, më tha se hap do të kavanozin më hap pak. Dhe një në mënyrë shumë e thjeshtë, për çdo kavanoz se mbyllet në mënyrë hermetikisht. Tani kjo është i hapur, po mënyra më e thjeshtë, unë përdor në shtëpi, më e kam mësuar nga gjyshja. Po shumë. Ja. Edhe thash, hajde, prandaj edhe qeshnim. Hapet shumë pëllaj, ja kaq. Jo mundohu, jo forca, jo. Ja. Sa arome mirë që vjen. Shtojmë pak Mire këtë salcën që të kemi atë shijen e duhur. Një salcë speci. Kur themi shtojmë pak, do shtojmë një lugë. Është shumë e këndshme. Sikurse dhe salcën e Kjo përdoret dhe kështu siç është në për brusketa, ë? Po, patjetër, ajo përdoret ashtu siç është. Dhe për një shije më të veçantë, unë faktikisht në shtëpi kam gjithmonë ajvar. Do të thënë, në asnjë stin të vitit ma nuk më mungon. Unë e përdor tek, më pëlqen ta përdor tek salca. Edhe djegse. Dhe faktikisht ma sjell nga vendi ku e gatuajnë aq mirë. Tani më që na vjen pema në tryezat tona në marketet. Tani nuk të lutem më që të mos sjellësh ajvar, mbaroj muhabeti. E gjetur vendi ku do marrim vaj në lutje. Se duhet ta përdorim gjithmonë. Edhe esëll, duke është shumë e shëndetshme sidomos për gratë, përdorimi një lugë vajullirit në mëngjes esëll. Shtoj pak nga lëngu i makaronave. Dhe e lë sërisht të ziej duke shtuar ripën dhe masët e piperit. Kam gjethën e dafinës. Normalisht ka dhe mënyra që shtojmë kanellën, por unë do ta bëj thjesht krip piper. E mbushjes, kemi fazën tjetër, përgatitjen dhe edhe të beshamelit. E lë në qetësinë e vet. Do të marr një tenxhere tjetër për beshamelin. Do të shtoj mas gjalpi. Se duhet të ketë sasi yndyre që të tretet mirë sasia. Ja të marrë dhe një lugë tjetër të pastër për gjalpi. Dhe ju kam thënë që gjëja më e mirë është bashkimi i vajit me gjalpin. Nuk e lë që të digjet gjalpi. Normalisht gjalpi, sidomos gjalpet në përgjithësi kanë një sasi ujë që fillon dhe kërcet i gani. Duke e zbutur me vaj, është akoma dhe më mirë. Nuk e lë që të më zbutet tërsisht gjalpi. Shtoj masën e miellit. I largojmë, jep t'i largojmë ato tasat. Normalisht e kemi që tek beshameli shtoj marën e moskatit. Pra, unë e kam bërë si tradita. Kemi salcën e kuqe këtu, kështu që s'po e përdorim në rastet kur kemi thjesht salcën e bardhë, makaronat, cilat janë zier, janë gati, do t'i përziejmë të gjitha dhe në tepsi direkt.
do të shtoj sërish mas kripe. Është ajo faza kur fillon dhe rëndohet pak teli që tregon beshamelin gati. Dhe ul nxehtësinë lëngun e. Aty taj lëngu kemi zirë makaronat apo jo. Kemi mbuluar që të qëndrojnë të buta. Besoj për këtë mas që kemi, duke qenë se kemi dhe kiman, kemi dhe makaronat, nuk na duhet ndonjë beshamel shumë i trash, se na duhet që të depërtoj deri në fund. Shtoj. Edhe 2 vezët dhe merr atë ngjyrën dhe shijen e duhur. Vezët dhe me një pirun bëj rrahjen e duhur, pakës krip. Vezët, ju e dini shumë mirë, janë nga pulat e rritura në natyrë. Kjo është shumë e rëndësishme që këtu në kuzhinë të zgjedhim produkte të mira cilësore. Vlen, si përdorim për të gatuar dhe për të treguar edhe origjinën e tyre, sigurisht. Kjo është mëse e ditur dhe e tillë është Ovital. I shtojmë nga fundi, besoj, vezët, që edhe ato të mos pra priten të mos e largoj paksa. Po. Derisa të marrim. E dim shumë mirë që në momentin që ne kemi hequr nga nxehtësia, patjetër që vazhdon ende zgjerrja. Me shtimin e lëngut të makaronave, normalisht u hollua ajo mas dhe direkt. Të rezultati është ky, as nuk pritet veza, është vezë plot bashkë me të bardhën, jo vetëm e verdha vezës. Për anvisat e reja, moshat e reja që e kanë pak siklet se mos u prihet, normalisht 2 verda vezë dhe jemi në rregull. E lënë në nxehtësinë që është fikur. Në këtë moment ju shumë mirë mund të shtoni armyshk. Ora, ose armoskat. Edhe këtu në të kundërt mund të shtoni kanellën. I largoj. Tani do të bëjmë montimin e punës, para se të filloj ky proces, ta lëmë dhe pak fare, 1 minutë duhet që të mpikset dhe të lidhet mirë beshameli. Shkëputemi për mesazhi promocional dhe përfundojmë së bashku recetën pas pak. Jemi gati të mbarojmë recetën e pastiqes, një përmbledhje të vogël për anvisat që nuk e kanë ndjekur në fillim, teksa tregova përbërësit e pastiqes me kim, një recetë për drekën e plot, i ka të gjithë elementet, 500 gram makarona, 300 gram mish i grir, 2 qep mesatare, 3-4 lug vaj, 1 lug salcë domatesh, krip, piper i zi dhe dafin. Përgatitëm ndërkohë edhe salcën bechamel, 2 lug miell, 2-3 gota qumësht, 1 ose 2 vezë, ne i përdorëm 2 të plota, dhe 2 lug gjalp. Tek gjalpi, po doni dhe e bashkoni me pak vaj, si që e përmëndëm për të bërë atë më të shishme, më vajore me një ndyrë të shëndetshme, duke i kombinuar mirë të dyja. Largoj gjethen e dafinës. Kemi gati të këto mbushjet. Tani, thjesht, të punojmë pak makarona, se nga e qëndrimi Pra një ndër mënyrat e
Edhe kështu si që është, e bëra me njëllë. Kemi qumësht, nëse ka pikuar një salcë, ta gjejmë në zgjidhjen direkt. Qumësht miell. Tek miqat e bardha. Qumësht dhe miell. Një sekundë që më veç që miell në dhe pak. Hajde. Se kjo me ndyrë, përthith pjesën e ndyrës të këmishës, e kështë të remoj, sa po e more. Okej. Vërë dhe pak, vërë. Vërë me se holën e ke sa Dgjoj, tupa, sa shqetësove ke... Shumë shqetësove për një pikë salcë. Do e ke... Ja, e bërë gjithë një. Do e largohet shumë shpejt. Aman o dërman. Sa të mbarosh... Aman o dërman. Një larje me... Atere, një larje vogël me... Nëse ju bjen normalisht një pikë salcë në veshjen tuaj, pa tjetër, mund të shtoni miell, e lëm mielin deri sa të përthithet. Të përthithet ato ndyrën, do të lash pas të një lavatriça në dorë. Është dhe për të gjitha visat, kjo është një truk, është një mënyrë për të hequr njollat nga bardha. Nëse ne duam të heqim mielin, në shkundje të tjera dhe i ku pasrua. Mënyra e parë dhe mënyra e dytë është i vendosim pak qumësh tek vendit e salca. Tani ajo ishte një pikë e vogël, ne përdorëm pak miell, ndërsa nëse kemi një njollë më të madhe, do ta njom një përsëri me qumësh dhe e përthith ose e largon atë ngjyrën e kuqe të salcës. Dhe larja në lavatriçe apo me dorë. Që ti largoni pastrimit kimik. Mos shpenzosh lek. Po patjetër që po, mos shpenzojmë lek. Tani këtë masë, siç unë e kam, do të shtoj... Po shtet marrë. Të beshamelin tani. Të marrë një garuzë se... Jam, po i vendos pak vaj, tepsis në fund. Edhe këtu du të më vendosësh pak vaj. Tek... Shumë mirë. Të lumt. Me kujdes e punoj, të shpëtoj në një njollë tjetër. Pra e përzije mirë, përse? Që të kem atë pjesën. Ja pra me kësti. Pak një vesh me të zeza, e nuk më duken këto njollat për bisedën, do të po s'ka problem, kemi mjetë e plot. Edhe pjesa e mishit të grirë, dhe beshameli në fund, dhe receta Bëj një nivelim. Mishin e grirë ta kem në çdo pjesë. Dhe përsipër, po të duam ne, është në dëshirën tuaj, unë shtoj djatë kaçkavall. Është i pas dëshirës. Beshamelin e kam, është pak më i holl, sepse nëse është ajo pjesa e trashë e beshamelit, normalisht ne do kemi problem pjekjen. Shtrojmë të gjithë këtë masë. Furën e parangrohur mos e harroni. Dhe në sa gradë? Unë e kam të 220 dhe me vendosin e tavës kaloj tek 200. Do sigurohemi të depërtoj deri në fund. E kalojmë pak sa kështu tani, fillojmë e bëjmë këto kile tona. Prandaj them që duhet t'jetë masa e duhur, që të ketë e beshamelit. Beshamel që të depërtoj deri në fund, mos ngjelet e thatë, mos ngjis pa sa e gjitha. Mos japi shijen, kështu që duhet një masë e plotë që duket beshameli, që të duket plotë. E marrim dhe vendosim në furrë që ka nxehtë. Ja të ndihmoj me furrën. Në 220 e kemi ndezur furrën. Do ta shohim procesin deri në fund, se mbase
do të na duhet të ulim pak Dhe temperaturën. të dyja meqi, të vishura. Do kalojmë publicitet dhe bëhemi gati për recetën tjetër me çfarë do të Me qifqit e gjirokastrës. Me qifqit e gjirokastrës, ato qoftet me oriz, të cilat janë pjesë e panajireve të vazhdueshme, pjesë e traditës, sa herë që shkon në gjirokastrë patjetër në restorante ku shërbehet është një recet e kërkuar, edhe gjirokastrikët i qajnë, po edhe ne kemi mësuar t'i përgatisim. Kemi mësuar, po, ose qoftet e orizit. Si të donë, të dyja, njësoj. Pas publicitetit i gatuem bashkë. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të hapësirës tonë të gatimit, të përgatisim tani qoftet me oriz, qifqit e gjirokastrës, së bashku lexojmë produktet, sa dhe Albana bëhet gati të përgatisim dhe të tregojmë se cilët përbërës duhen për këtë recet. Një gotë oriz, e kemi zier, 3-4 vezë, 2 filxhan kafeje vaj për skuqje, nenegjik i thatë ose i freskët, krip piper dhe djathë si pas dëshirës. Do t'i përgatisim dhe shpresojmë që t'i shijojmë deri në fund të kësaj hapësire gatimi. Masën e vajt. Dhe jam që këtë mëdhaja. Shtoj masën e orizit. Orizin mbas shplarjes, zjerje, thjesht e kam kulluar dhe jo e kam shplar. Shtoj masën e kripës, si kurse dhe masën e piperit. Te kripa e mbaj pak dorën, djozën të thatë. Si kurse dhe vezët. Tre 4 vezë, e bën masën. Shtoj një herë 3. Lidhur. Shtoj 3 një herë. Djathin e keni opsional. Gjirokastritët kanë dhe ato tiganët Me gropa. Që janë për Gjë shqipshi. që unë harrova në shtëpi faktikisht tiganin me gropa. Do hiq dorezat, se dorezat mua nuk më ndihmojnë. Këtë tham për parantezë që kush na shef, do thoshte që ju kishit mundësi të merrni një tigan, po ja që e kemi harruar, por ne dim që ajo është mënyra më e mirë për t'i servirur dhe pjekur, skuqur këto. Në 4 vjet e kam bërë me tigan me gropa. E po njeri jam edhe unë. Po e bëjmë që t'ja përshtasim të gjitha anvisave që se kanë dhe tiganin me gropa. Gjirokastritët dhe faktikisht lipohovitet mban shumë për këtë recet. Do të shtoj djath. Djathi është opsionale, sepse e di që ka zona që e shtojnë djathin dhe ka zona të tjera që jo. Prandaj dhe unë. Po të duhet në në qikë shumë mente, Shplaj pak duart, të qënë ka me një aromë shpërthyese, kjo e mentes freskët, edhe pse nenexiku i thatë, lëshon një aromë karakteristike që i duhet këtyre qofteve. Gjithsesi, edhe këto gjethet po t'i duen Albanës, unë i bëra gati se më pëlqeu aroma dhe japi një aromë freskie. Por kanë dhe mënyra të tjera përdorimi që shpresoj që Albana do t'i ketë pak më vonë për t'i treguar. Më jep pak ato? Ja. Më jep edhe ca të tjera, më jep edhe ca. Kemi plot këtu. Më jep komplet degën. Qëndrojnë shumë mirë në ujë, në një enë me ujë, të mbuluar më pas me një qese dhe në frigorifer. E largoj vajnë, sepse nuk dua të më digjet. Nenexiku i thatë mund të shtoni dhe më tepër, pa tjetër. Po. Dhe na kështë e marmali për të qoftet me oriz. E një mënyrë shumë e mirë për ta organizuar një vakt, një shoqërim vakti dhe i skuqim në vaj të parangrohur.
do duheshin këto gjethet e fikut që na erdhën? Te gjethet e fikut, shoh edhe më duan të duhen këto gjethet e fikut. Na thollën shumë nga natyra. Në djatë tjetër, se u bëra pishpan, se kështu është. Po nga njëherë ta fajnë madhe të lepaj gjë. Po jo, më jo. Do bëjmë ndonjë çaj. Kanë vlera të këtyre edhe këto. Ja. Që shpesh i neglizhojmë, por që kanë disa sekrete përdorimi. Shplaj pak duart. Përgatitëm brumin e këtyre qofte, do t'japim formën tani dhe më pas do t'i skuqim. Mja shumë të thjeshta, mjafton t'jen gati produkte dhe t'ketë zier orizi në atë raportin karakteristik të tim. Orizi i bardhë, që të ketë më tepër atë pjesën e nëse shtesë shqitëse. Dhe për supë. Orare, po. Një truk. Nëse ne kemi tiganin me gropa, normalisht është akoma dhe më mirë. është me thjesht njërë. Sepse është me thjesht edhe duhet të jetë në këtë gjendje. Po. Në rastin ton, shëndet. Dhe në rastin ton dhe e vërtet. është shumë e vërtet që duhet jetë më i lidhur masa për rastin e tiganit me gropa. Ndërsa. Në rastin e këtij tiganit, mua më duhet një mpikësje më e tepër të orizit. Gjë që shtoj miell. Pra të tiganin me gropa, duhet jetë e lëngshme. Kurse në këtë tigan, se jep vetë formën tigani me gropa. Do të shtoj. Ja, masën lug-lug. Të tillë. Hop, jap formën. Pra kjo skuqja është vetëm sa të mpikset edhe të marri formën e qoftes, sepse të gjithë përbërësit dhe veza pra tjetër që do skuqet, të gjithë përbërësit e tjerë janë të gatuar. Ja pak formën kështu anësorit. Kjo është ai momenti ku ne themi çon si ka formën, si ka përmbajtja dhe shija. Po, pe ka vetë këtu dhe. Në mungesë të enës e kisha fjalën, por që shija është e njëjtë. Nuk e pengon as pak. E lëmë të bëhet avash. Në formën që Gjirokastrite të anvisat tona i servirin apo i përgatisin këto receta, janë më qifqi, duken më karakteristike të traditës Gjirokastrite, por që gjithsesi përbërësit janë të njëjtë. Mjafton të keni produktet mira të freskëta dhe ju i keni gati. Pastaj i kalojmë. Pasticja është duke u pjekur, qoftet gjithashtu, ne avash bëhemi gati dhe për kafen, por në këto 10 minutat e fundit... Të bëjmë çfarë na duhet me lëkurat e limonit. Të janë limona bio, në baçja. Ja. Lëkurat e limonit i kaloj në thik të gjitha dhe duke pasur ndihmën e kanellës, staranisës edhe uthullës, do të bëhet një fermentim i lëkurave të limonit. I kaloj. Pra do t'i fermentosh. Do të shtoj. Kanellë. Shtoj, staranis, dhe normalisht do prezë lëkurat e tjera. Po. Kjo është një demonstrim, një shembull. Kaq po duhet. Mua dhe filloj tani dhe sa dy shkafen tillë i shikoj unë ato. Po. Filloj edhe heq lëkurën e limonit. Nuk kalon në zjerje, thjesht kullohet lëngu dhe përdoret mbas 10 ditësh. Po. Ja. Larja e limonëve, pa tjetër, që duhet do na ktheheshin në bumerang nëse limonat nuk do t'i kishim, le themi, jo vetëm bio, por edhe të palara mirë, sepse përmbajnë shumë pesticide, dihet pa pastërti tek poret e tyre. Dhe gjithë receta që bën Albana, apo çdo recetë që ju mund të përgatisni, do të kthehet pastaj në bumerang, duke marrë ngarkesa pesticidesh. Ne e përdorim për pastrim,
bukur. Gjitha, i vendoset kapaku dhe e lë të tillë, pra me uthull të bardhë. Me uthull të bardhë, super. Pra si të fermetoni dhe ti përdorni, duan dhe pak qoftet, po ju qëndrova mirë bikot. Besnike në skuqje. Josha pak nga shija dhe aroma që më dhanë, po kam kohë, ta provoj dhe ta shijoj. Pse sollëm sot lëkurat e limonit në vëmendje, sepse është si natyre, si në agrumeve, shpesh edhe na shihni ti përdorin, jo vetëm në gatime, por edhe në pastrime, si gjithmonë ku kemi përdorur produkte natyrale. Çfarë do bëjmë me pjesën tjetër? Patjetër që do përdoret në sallata, në gatime të ndryshme, se sot u fokusuam tek lëkura e limonit. Shpeshherë kemi thënë që ndonjëherë lëkurat kanë më tepër vitaminë C se sa vetë lëngu i limonit, vetëm duhet të keni parasysh larjen mirë me thot grip, edhe t'i fërkoni mirë që të dalin të gjitha pa pastërti dhe më pas t'i përdorni. Ja një mënyrë e fermetimit që është akoma dhe më e shëndetshme, shumë e misore dhe e shëndetshme për zorën, për tretjen, për mëlçin. Unë nisa, siç thash, pak vajolliri, një lugë vajolliri dhe një limon, gjysmë nga këto limonët e shtrydhur çdo mëngjes esëll, një 15 minutë përpara mëngjesit, na ndihmon mjaftueshëm si një tonifikues, si një pastrues shumë i mirë i mëlçisë. Pra një kombinim i vajit të ullirit të mirë me lëngun e limonit. Për të gjitha vlerat që ai mbart, por mund ta përdorim thjesht si çaj. Një mënyrë që më kujtua që është shumë e këndshme Albana, që mund ta përdorim nëse ka njerëz dhe familje që përdorin shumë lëkurat e limonit, ato dhe mund të thahen. Mund t'i thajmë në furrë, për shembull 50 gradë Celsius. Duke i tharë, krijojmë një masë të caktuar, i grimi bluajmë më pas, dhe në një kavanos qelë ruajmë këtë masë plurit të lëkurave të limonit dhe e përdorim në kos, në supra. Tek të gjitha, me panxarin, me çdo lloj frute dhe perimi, lëkurat kalojnë të jenë të tilla. Pra, i mban të thara, i kalon në mikser në fund fare dhe e ku i mregu. E përdorin dhe e kam të qartë që shumica e limonit i kënkot nëpër familjet tona. Po patjetër, po edhe shega. Merr atë lëngu dhe hidhet gjysma, edhe të shega. Ne dikur, kur ishim të vegjël, mbaj mend që prindrit, gjyshet saktësisht, të gjithë çaj ishin lëkurat, i thani në sobë dhe shtëpia mbante një aromë. I konsumojnë dhe ashtu siç janë të thara. Ne rikthehemi në traditë, rikthehemi, thjesht i kemi pak më të moderuara. Nuk kanë patur teori shkencë, po praktika jeta i ka bërë që t'jenë edhe aq të mençura dhe doktor të vetes, sepse edhe lëkura e limonit duke u konsumuar e tillë siç është, do qoftë edhe e pjekur, qoftë edhe e papjekur, është shumë e mirë dhe për kolesterolin. Na ndihmon në shumë procese dhe gjendje shëndetësore. Ndaj mos harroni që ti përdorni edhe siç janë lëkurat, i vendosni në vaj, i lini në errësirë në një kavanos dhe për 30-40 ditë ju e përdorni një vaj limoni me aromë të mirë për sallata dhe kudo tjetër. Pastaj na duhet dhe përforcimin e imunitetit, sepse dihet që lëkurat kanë vitaminë C, edhe të përdoren në mënyrë të vazhdueshme. Kujdes duhet kemi për personat që kanë probleme me stomakun, ulçera, gastrit, që nuk duhet ta teprojmë. Edhe ne të gjithë një limon. Të ngelemi këtu. Këto gjithet për çfarë na i kërkove? Kemi kohë, as kemi kohë, më thuaj? Po kemi 5 minuta kohë. 5 minuta? 5 minuta çfarë flet? Shaj 5 minutë që vrapit. Direkt. Pra, recetat për sot, e nisëm me pastiçen, me beshamel dhe me kim. Shumë e mirë, e mpiksur, është pjekur, do të ftohet, dihet do të kulloj përpara se ne ta shijojmë atë. Qoftet me oriz dhe lëkura limonit të fermentuara. Recetat me fotot përkatëse, mos harroni do t'i gjeni të postuara në rrjetet tona sociale dhe në kanalin ton në YouTube. Do të përgatisim edhe një çaj me gjethet e fikut. E kemi sjell her pas here disa të mira të natyrës, të neglizhuara, të harruara, por që kanë benefite. Heqim bishta. Në përoboret i gjeni gjethet e fikut. Dhe janë shumë të mira në gatim. Dhe nesër e fjalën që nesër do gatuaj gjethet e fikut. Nesër. Po i bën sot në një çaj apo jo? Çaj sot. Vendos ujë. Dhe gjethet i lë të zihen. Më fal pak. Përsa, si puna të çajrave që përdorim. Të çajrave të ndryshëm.
Po. Derisa këto fillojnë dhe lëshon atë lëngun pak të ngjyrosur, pra uji deli ngjyrosur. Mos pretendoni që të dali i zi. Thjesht merr atë ngjyrën kafe të hapur. Shumë mirë mund ta shoqërojmë me lëngun e limonit, sikurse edhe me mjalt që ka sheqer natyral. Po dhe mjaltin, jo mjalt industrial. Po. Këtu është problemi i mjaltit industrial. Ku ta zgjedhim më të mirë, nëse shkon shumë me të luleve, faktikisht. Mjalti shumë lulesh. Mjalti shumë lulesh. Por edhe për një çaj me lëkurat limonit dhe me mjalt janë shumë të shëndetshme. Thjesht po i prekim pak në mënyrë që t'ja u rikujtojmë. Unë i prek pak, thjesht sa i përkasim kuzhinës. Dhe nuk i prek aty ku fillon dhe merr fjalën specialistët, ekspertët, cilët deri këtu, çfarë ka lidhje me bimët? Të cilët na kanë mësuar që jap shumë ky çaj që Albana e përdor në kuzhinë për ta shijuar, sepse i pëlqen shija, aroma dhe patjetër që ka dëgjuar edhe për vlerat që mbar. Patjetër që po, Sidomos për diabetikët, që është shumë i mirë për ekuilibrimin e sheqernave të gjakut, kolesterolin, trigliceridet, gjithashtu për mëlçin, pra janë disa përfitime që kanë. Po në moshën time këto të gjitha radhiten. Tani po radhiten jo vetëm në moshën tënde, por edhe në moshat më të reja. Sepse i duhur të pra, kjo është që unë jam dërgjësuar, pra, këtë çaj diku para 4 vjetësh e kam lexuar, se normalisht puna ime kërkon që vazhdimisht të lexosh, sepse unë jam vetëm e fokusuar në kuzhinë. Dhe gjërat e tjera, po më duan 2-3 gjëra që unë du di për vlerat apo. Që kanë në një vlerë kjo gjë që ne përdorim. Çajt mos ju ndani me gjethefiku është për mishin, për peshku në tavë, te tava e baltës që përdojnë shumë shkodranët, te krapi, pra asnjëherë nuk e punojnë pa pasur gjethen e fikut. Interesante. Jep një shije shumë të veçantë edhe mishit kur ne e vëmë në pjekje. Do ta risjellim edhe në gatime të tjera, të lumshin duar, ne përfundojmë këtu së bashku hapësirën e gatimit. Për të vazhduar më tej me rrezën tonë, pas fleshit informativ, ne do të flasim për ulçerat në stomak me doktor Ylli Merian dhe disa trajtime receta bimore në kushtet e shtëpisë. Edhe një herë shihemi pas pak, nesër bashkë. Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti sot me doktor Ylli Merian. Të përshëndes doktor, mirë se erdhët në rrezë. Përshëndetje. Nga ana jonë. Përshëndesim gjithë shikuesit tanë, cilët i ftojmë pas pak edhe të bëjmë pyetjen e tyre. Do të flasim sot për ulçerën në stomak. Dihet që stomaku është pasqyrë e jetës tonë, emocioneve tona, është ai që i ndjen i pari stresin, mënyrën, rolin e ushqimit dhe fillon dhe krijohet një lloj plage në stomakun tonë, që nuk është një plagë fizike, por është një plagë e brendshme jona, që her pas here ndoshta e neglizhojmë për shkak se është si shumë faktorë dhe simptoma të tjerë të cilat kalojnë kështu rrugës dhe ne nuk arrim dot të kuptojmë se çfarë shqetësimi është. Nga padia. Nga mungesa e informacionit. Po edhe jemi dhe me mungesë kulture në punën e shëndetit, sepse neglizhenca ose gjithmonë kur kemi ato dhimbjen e madhe drejtohemi tek mjeku. E kemi këtë tendencë, doktor? Po, sigurisht. Nuk kemi shumë të... Po flasë në përgjithësi, se mbase ka dhe njerëz që i kushtojmë rëndësi. Nëse do ta shikojmë stomakun si pjesë të sistemit të tretjes, ky është i vendosur midis tubit të ezofagut edhe pjesës së zorrës së 12 gishtëshe ose të duodenit. Pra kjo qese e zgjeruar në këtë sistem, afërsisht ka përmasat rreth 25 cm kështu, 10-12 gjatësia, gjerësia 10-12 dhe trashësia 8-9 cm. Atë volumin kjo e ka rreth 1.5 deri në 2 litra. Ajo aftësia e tij përpunuese, pra peristaltika e stomakut, bën që ato ushqimet aty brenda të përpunojnë afërsisht për nga 2 deri në 4 orë. Ato që përpunojnë më lehtë stomaku i merr dhe i nxjerr jashtë dhe i kalon në duoden. Dhe mbeten ato më të fortat. Por nëse do ta shikojmë për shembull stomakun që është i vendosur që nga pjesa torakale e vertebrave 10, ai zbret deri në pjesën e poshtme lumbare, në këtë gjatësinë. Pak i spostuar nga e majta në të djathtë, pak, dhe në këtë pjesë ai ka edhe atë pjesën të jashtme muskulore, longitudinale, dhe vëmë re që kjo si pjesë
tashmë ka 3 pjesët. Pjesën e sipërme, pjesën qendrore dhe pjesën fundore që lidhet me duodenin. I theksojmë këto që njeriu tash të krijojë një bindje dhe një dije se ku është i vendosur që po ta kem dhimbjen unë këtu, dhimbja është te stomaku. Nëse unë do e kem më poshtë, ndoshta është tek apandesiti që i themi ne për shembull. Pra, pozicioni i tij është afërsisht këtu, në këtë pjesën këtu. Edhe dhimbjet më shumë ndihen këtu, por këto dhimbje nganjëherë mundet që, duke ditur që stomaku ka në pjesën muskulore të tij ka një gërshet pra të nervit vagus edhe parasimpatik, pjesë simpatik dhe parasimpatik, por që janë pjesë të nervit vagus, ajo dhimbja nganjëherë mund të shpërndahet dhe njeriu nuk e kupton. Por ka të tjera simptoma që stomaku që bëjnë ti dallimin, diferencën. Ne duhet të bëjmë dallimin që ta kuptoj që stomaku ka një problematik. Pra, nëse dhimbjen e kam këtu, duhet më shkoj mendja që diçka, unë ose kam ngrënë një ushqim që nuk shkon për shtat me atë mukozën e brendshme, ose kam diçka tjetër që kam ngrënë një ushqim jo të mirë. Dhe po ta shohim për shembull, stomaku tashin është i ndërtuar në 4 shtresa. Është shtresa e jashtme që është një pjesë muskuloze. Është një pjesë e brendshme e cila ka kështu muskuj rrethor. Është pjesa më e brendshme e cila ka, nëse e dyta e ka muskuj rrethor, tjetra e ka muskuj të pierrët, dhe pastaj vjen ajo pjesa ku është mukoza e brendshme e stomakut. Kjo tashmë që ta dim është e para në kontakt me aciditetin dhe me lëngjet e stomakut. Atëhere, së pari produktet ushqimore që ne ham, aciditeti ndoshta i shtuar i stomakut, fillon që të më inflamoj mukozën e brendshme. Ato 3 shtresat e tjera janë larg kësaj pune. Dhe çfarë Pra, po tregoni doktor si fillon të krijohet një ulçur avash. Po, pra, treguam një herë shtresëzimin e stomakut, të muskulaturës, pjesa e jashtme kuptohet është më e madhe, është më e gjerë, ajo muskulozja është më e mbledhur si nga brenda, dhe tashmë ato ushqimet për shembull që ne mund t'i konsumojmë me kafeinë të shtuar, me gaz, duhani që mund të konsumohet, ose tymi duhanit nëse ne rrim për shembull në një ambient e kështu me radhë, mundet që të bëhen shkas që në një vatër, në një zonë, kjo pjesa e mukozës së brendshme, e sidomos në ato vende ku kjo është e strukturuar dhe e ndarë në zona gastrike, mundet që diku ajo të skuqet. Këtu në brendësi kemi edhe bakterje që janë kryesisht helikobakteri, po bakteri edhe të mira, po edhe të këqija, pra pozitive dhe negative, të cilat një pjesë e mirë më bëjnë atë përpunimin e ushqimeve, dhe njëkohësisht tashmë ato mundet që kur janë brenda normës, le të themi bëjnë atë funksionin e tyre që ndihmojnë në tretje. Kur ato mundet të shtohen mbi normë, atëhere në pjesën e mesit të stomakut, që unë thash pra është pjesa e sipërme, pjesa e mesit qendrore dhe pjesa e poshtme që lidhet me duodenin. Atëhere, pylorike që quhet. Në këtë pjesën e mesit janë të vendosura qelizat të cilat kryejnë këtë funksion, ta hitin për shembull, prodhojnë acid kloridrik. Që kur këto ngacmohen më shumë, prodhojnë më shumë acid kloridrik. Që të tretet ushqimi, apo? Po, ajo është acidi kloridrik në stomak ka disa funksione shumë të rëndësishme. Për shembull, ne mund të gëlltisim një bakter ose një atëherë kur shkon këtu dhe bie në një mjedis acid, deri në 1.5, aty shkatërrohet gjithçka. Por, e dyta është kjo, frenon përthithjen e sheqerit në stomak, se ndryshe do na bëjë stomaku i fryr të gjithëve. Pra, këtu nuk përthithet sheqeri, por përthithet alkooli, kështu që ata që e pinë alkoolin për shembull, kanë mundësinë e zgjerimit të volumit të stomakut. Dhe le të fiksohemi këtu, kur ne kemi një hiper
aktivitet të këtyre qelizave gastrite që prodhojnë acidin klorhidrik, atëherë ne do të ndiejmë një ndezje në pjesën e kraharorit, ndiejmë gromësima të forta dhe të tharta në pjesën e faringut dhe kemi një parehati. Po këtu janë në këtë pjesën e mesit të stomakut, janë edhe këto qelizat enzimatike, të cilat prodhojnë enzimat trecë. E nëse kjo ka hiperaktivitet, pra më shumë se norma, atëherë ne vëmë re një gjë. Thot ajo, unë ha ushqimin, por nuk e di më zbrazet stomaku shumë shpejt dhe e ndjej një veten si një boshlik dhe duhet patjetër të konsumoj përsëri. Këto mund të jenë hiperaktive. Por është edhe ai mukusi që prodhohet në stomak, edhe këto qeliza janë të vendosura në këtë pjesë dhe kur këto tash ta hitin më shumë se ç'duhet mukus, neve me vërtet ndiejmë edhe një si pështjellim këtu, sikur na mbushet me lëngje stomaku dhe duam sikur do t'i nxjerrim, ose edhe feqja nga njëherë del, si thua, shumë e ujshme. Pra, të kuptojmë këto gjëra tashin, në varësi nga ndërtimi i shtresave të stomakut, nga pozicioni që ndodhet, njeriu duhet të ndajë, për shembull, nëse unë kam një dhimbje stomaku dhe ndezje të kraharorit, pa diskutim që duhet të marrim masa e para të heqim ato ushqime që nuk më bëjnë mirë. Cilat janë ato? Për shembull, e heqim kafen fare. Pasi ka kafein dhe ndihmon në gryerje, në skuqjen dhe në gryerjen e mukozës së brendshme të stomakut. Se kjo është e para që përballet me ato çka ne futim nga goja. Së dyti, të mundohemi që të fusim ushqime që janë jo pikante, pra jo spec djegës, jo ndonjë ginger që është i freskët i njohëm kështu, jo ndonjë ka disa erza pikante që janë indiane, atëherë këto ne duhet i anashkalojmë. Dhe të vemi kryesisht tek gjërat bazike. Për shembull, të gjitha perimet, brokula, lakra, lule lakra, karrota, kungulli, trangulli, speci e kështu me radhë, jo djegës, janë të mrekullueshme për stomakun. Dhe së dyti, le të vemi tek ndihmesa që ne duhet t'i japim stomakut që ta rimarri veten, pra ajo skuqja të na eliminohet. Kjo skuqja që në fazat e para jep dhimbje, doktor, pra ne kur ndjejmë dhimbje, në ç'fazë është ulçra në stomak? Pra ajo plaga që është krijuar, ajo skuqja që është krijuar. Po e kuptova. Pra, nëse kemi një skuqje të lehtë, si kur nga një herë do të na vrasë ai ushqimi që ham. Në kuptimin vulgar na vret. Po shenjat janë këto. Një gricje e lehtë, një djegje e lehtë, edhe ndonjë ngromësim e lehtë në stomak. Po të tregohemi të pavëmendshëm, kjo skuqja do vazhdoj të përparoj. Që do të thotë, ajo pjesa e mukozës formon një pik plagë. Si plagë, po. Një shembull për ta imagjinuar pak. Po. Kjo është pika plagë. Në këtë rastin këtu ne mund të themi që mukoza është shpuar. Po. Dhe ka vajtë tek shtresa e dytë ose e tretë. Në qoftë njeriu e shikon që prapë ka këtë dhe tregohet përsëri pavëmendshëm, çahet ajo shtresa e dytë me ato muskujt e pjerrët dhe shkon tek e treta. Po të jetë prapë i pavëmendshëm, mund të shpohet stomaku. Pra, njeriu duhet që në momentet e para që ndihen ato simptomat që neve përmendëm të parat, duhet të marri masa në kushte shtëpie, për shembull, nga një çaj me mendër, me finok, me kamomil, pak ginger ose jamball, po ginger shumë lehtë, shumë pak. Të thatë ndoshta, ajo të freskët se ka ato të shtuar djegësin. Është më i fortë në komponent. Atëherë, dhe mund të përdorim në mëngjes ujë të ngrohtë, ndoshta të shoqëruar, ose me pak mjalt, pra tash i futim në ndihmes probiotikët, që i bëjnë shumë mirë stomakut. Më rregullojnë atë florën bakteriale aty dhe fillojnë të më ulin këtë helikobakteri nëse ky është i lartë në përqindje. Pra, mund ta fillojmë kështu, kam një dhimbje stomaku, unë do mbush një gotë me ujë, do të marr një lugë supe me mjalt, për shembull 20-30 gram, e tres dhe e pi. Le të jetë ndaç ora 11, 12,
ose edhe natën. Këto janë orare tipike që dhëm ulcera e stomakut. Pse? Ndodh në Sepse nga ora 11, për shembull, ne përmendëm që stomaku për 2 orë nga ushqimi deri në 3, po ka nxjerr dhe është zbrazur. Dhe ushqimet ashtu çfarë bëjnë? Në peristaltikën lëvizëse që bën muri i stomakut, harrin nganjëherë që ato pak ushqime që janë fillojnë të mos ecin më në mënyrë të lidhura, por si mes përkatje. Dhe prekin atë pjesën e sipërme të stomakut, prandaj theksuam edhe pjesët, atë që është si tavan, përplasen ushqimet, krijojnë skuqe dhe aty ne ndjejmë dhimbje. E kuptoj. Ju doktor tha 2 deri në 4 orë ndodh kjo përpunimi Që stomaku, po varet nga ushqimet, se nëse po sigurisht, ato që janë të zbutura kështu. Për shembull mishi, që është një produkt mishi që do përdoret afërsisht shumë. 4 orë, që ai të tretet të përpunohet mirë nga enzimat, nga acidi dhe nga mukoza. Cilat janë ushqimet që ndoshta stomaku një banane tretet shumë lehtë, një qumësht, megjithëse qumëshi bëhet si pelte në stomak, përsëri edhe ky tretet shumë lehtë. Ndërsa ushqimet, për shembull, nëse ne do ham një karot të pazir, ajo do kohë dhe nëse ne nuk e përpunojmë mirë, ajo do kohë që të tretet. Do është 3 deri në 4 orë. Çfarë ndodh doktor kur ne nuk presim këtë 4 orëshim pushim që të përpunohet ushqimi në stomak, por i futim stomakut diku pas 1 ore, 2 ore përsëri konsumojmë ushqim? Ky do të mbi ngarkohet. Ose po vëmë re në restorante, për shembull, ushqimet vijnë afërsisht në çdo 1 orë, 1 orë e gjysmë, se ai mendon që shiko, stomaku e përpunon edhe e kalon nëpër te aty tek zona 12 gishtë, tek zona e duodenit. Por le të themi kështu, nëse neve e mbi ngarkojmë stomakun, është tjetër problem. Nëse ne nuk i tregojmë kujdes dhimbjes së stomakut, ky është problem serioz. Sepse nga skuqja ne do vemi te kjo malqesimi i zonës së kuqe, që do të thotë, nuk më qëndron më e skuqura, po e formon një qendër si me qelb, me qeliza të vdekura, dhe më vonë iku u dëmtua mukoza e brendshme. Mukoza është kështu si buza, e gje lëmuar kështu. Po. Si buza, kjo është mukoza. Atëre, nuk jemi më tek kjo fazë, te skuqja, por u bë plaga. Ky malqesimi më tregon që këtu ka edhe qeliza të vdekura, ka edhe rruazat kuqe të prishura, edhe mund të rrjedhi. Por, po të jemi të pavëmendshëm, do të kemi një ditë të keqe një hemoragji në stomak. Pasi këtu janë 6 arterje që futin gjak në gjithë muret e stomakut dhe në të gjitha shtresat, dhe mbaresat e tyre, arteriolat dhe venulat, janë aty tek mukoza. Dhe kur kjo është e dëmtuar, atëherë këto mund të japin hemoragji. Po, përveç kësaj, duke qenë se këtu ka gjithë këto element që jo vetëm që e dëmtojnë dhe përkeqësojnë sëmundjen, por lidhet kjo dhe me një simptom tipike të personave që vuajnë nga ulçra, që kanë dhe një aromë të keqe të gojës, të frymarrjes, vjen nga stomaku? Po, aroma e keqe e gojës ka lidhje me këto gjëra. Së pari me dhëmballë të prishur, së dyti me mushkri, dhe treta me pjesën e stomakut. Edhe kjo jep. Kur njeriu ka parazite, kështu me radhë, jep një erë të keqe të rëndë. Po të kemi një erë të keqe të gojës, mundet që ne përmendëm, shiko tash, stomaku fillon me një sfinkter të ezofagut dhe me një sfinkter të pilorit. Ky sfinkter i hyrës, po nuk u mbyll mirë kya, ka mundësi që avujt e stomakut, me atë erën e procesit të fermentimit, të na vinë te goja. Po nuk u mbyll mirë ai sfinkter i daljes, atëhere, stomaku nuk është i mbyllur mirë në momentin që ai bën përpunimin dhe mund të iki ushqimi i pa tretur mirë. E lodhen zorët, si thuash. Si ta kuptojmë që ka ndodhur një hemoragji në stomak? Pra kemi arritur në atë fazën e hemorragjisë. Po, kjo është pyetje me shumë vend që ne duhet t'u sqarojmë qytetarëve. Nëse ne tregojemi të pavëmendshëm për ta kapur këtë sëmundje në momentet e para, mund të arrijmë në një ditë të keqe, që është shfaqja e një shpërthimi një hemoragjie në stomak. Dhe dim që gjaku në brendësi ka hemoglobinën. Kjo, edhe në prani të hekurit, fillon që të nxihet, oksidohet,
hekuri, dhe në të tëra të rrugën e gjatë të kalimit të ushqimit, nga duodeni, në zorët e holla, në zorën e trash, do të bëj këtë gjë. Ne ndiejmë një tretje të lehtë shumë, një djegje në stomak, dhe kur defekojmë, do të dali një feqe me ngjyrë të zezë. Në qoftë se vëmë re, feqe me ngjyrë të zezë, si asfalti, e hollë dhe e lidhur, personi urgjentisht duhet shkoj tek mjeku. Pra, aty janë qarë këto enë të qarkullimit të gjakut dhe ka shpërthyer hemoragjia. Pra, shpesher njerëzit e lidhin me zorën këtë... Absolutisht jo. Feqja tham është me ngjyrë të zezë. Është oksiduar hekuri dhe hemoglobina dhe kanë dhënë këtë përfundim. Dhe nëse ky ka si nauze, si të vjella e kështu me radhë, ato pa diskutim që kanë gjak. Ky person as vetë nuk duhet shkoj tek mjeku, po të rri shtrirë, edhe do të ketë shumë kujdes edhe në tualet, ta mbaj derën hapur se shumë njerëzve, kur janë me melen, ju bie të fikt në tualet, në banjë. Sepse truri ka këtë veçori, do më thënë qonë gjak më shumë, atje ku është plaga, pikërisht në stomak. Nuk harrin këtu dhe ai ka humbje të ndërgjegjes. Atëhere, këta duhet të rrinë shtrirë, duhet të rrinë qetë, mundësisht edhe me i barel le të shkojnë aty tek mjeku, dhe ti thotë që unë kam vëre këtë gjë. Mund të bëhet një analizë, merret feqja, bëhet dhe shikohet. Gjaku, pra duhet bëj një feqe, gjak okult, që quhet gjak okult, dhe mirë është që të bëj anën sasiore të saj. Pra sa gjak është. Se nuk ka shpjegim tjetër ngjyra e zezë. Kjo është shpjegimi. Po të jetë një hemoragji në zorën e trash, feqja do dali me gjak, po del me ngjyrë të kuqe. Nuk harrin akoma kjo hemoglobina. Pra, kur është e oksiduar, është nga stomaku ka ngjyrë të zezë. Pra, e lidhim drejt për drejt me stomaku. Dhe njeriu duhet të rrijë shumë shtrirë, të ndërpresi këto ushqime rreth 72 orë, të konsumoj për shembull qumësht, po të ftohet. Supë me oriz ose me makarona, po të bluara imët, por 72 orë është më mirë pra tjetë në praninë e mjekut dhe pa konsumuar asgjë. Që të mbyllet ajo plaga, të mbyllet, të ndalohet hemoragjia, dhe pastaj ai njeriu do të marrë masa për të trajtuar këtë ulçër që e ka në mënyrë të pa diskutuar në stomak, në mënyrë që kjo të na mbyllet për rreth një muaj e gjysmë. A ulçëra përfundimisht ose ulçëra e patrajtuar na çon kancer të stomakut? Mundet të çojë. Nuk mund të themi që çdo ulçër do të çojmë do të na çojë tek një tumor në stomak. Jo. Por nëse ne tregojmë për shembull të pakujdesshëm, të mos ta trajtojmë për një kohë të gjatë, kështu me radhë, po vetëm ta mbajmë veten si thua, disa e përdorin kështu këtë bikarbonatin e natriumit, si sodën e bukës, si një neutralizues të aciditetit. Ajo mirë është që të përdoret, por jo në këto dozat të përditshme. Pra, mund të jetë dhe një faktor teprimi me sodë, përdorimi i sodës? Nuk zgjidhim asgjë me sodë, thjesht vetëm ata aciditetin. Kam një aciditet, po e quajmë 1 në stomak. Pra, shumë i ulët pH-i. Atëhere, mirë është që unë të mos përdor sodë buke, mund të përdor një lugë kafe ose çaj, por jo në vazhdimsi. Po si mund ta ulim ndryshe në këtë? Po ne e dim pH-i ujit është 7. Mjedisin stomak është 1. Po pi një gotë ujë dhe ja u zgjidh. Shkoj pH-i rreth 2.5 e kështu me radhë. Ose mbush një gotë qumësht, edhe një banane e bëj si smoothie, kështu, edhe e pi. Pra rrita pH-in dhe tregoj një kujdes që kjo flora bakteriale e mirë që është në stomak të shtohet dhe të mos dominoj e keqa. Të qetësojmë edhe anktin dhe stresin, sepse edhe kjo ndikon për keq, shumë negativisht, sepse truri jep komanda që të prodhohet me teprit acidi klorhidrik e kështu me radhë. Pra, edhe sistemi nervor i qetë, edhe stomaku, në përkujdesjen e njeriut, shkon drejt shërimit të plot. Qartë. Të tjera, ne përmendëm pak, e prekëm pak të trajtimin alternativ të ulçërës. Çfarë ju bën mirë personave që vuajnë nga ulçëra? Si ta nisin ditën, çfarë është të tjerë duhet të përdorin ose ushqime të tjera? Për shembull, thjesht dhe shkurt, mbush një gotë ujë dhe në të mund të hedhim një lugë me mjaltë.
e tresim dhe kam për shembull, ja, kaq mjalt është i mjaftueshëm. Ky e mbush, si thuash, stomakun me probiotik. Pra, kjo tretet në ujë, uji mundet që t'jeti i vakët, po jo i nxehtë, asnjëherë i nxehtë, e ndërkohë që ky ujë, për shembull, merr atë ëmbëlsinë aftësisht me ndoshta 5-6%. Mezi po tretet, mjalti tregojnë që është mjalt, është një nga... Po, ky është një tregues. Një nga mënyrat për të treguar se si është mjalt. Atëre, ky do pa kohë që të tretet e kështu me radhë. Atëre, pim këtë gotën me ujë me mjalt dhe ndoshta ose një lugë supe vaj ulliri ekstra vergjin, nëse vaj ulliri të mirë. Ose një lugë supe çaj nëse ka ekstrakt lule basani, ose ekstraktin balsamik. Pra si thuash, i fusim probiotikët, po i fusim edhe mbrojtësat. Kjo që ka këtë të lules së basanit, ka veti që të mbylli plag dhe puçra në mjedis ujor. Dihet për vetit të mbylljes së plagëve të jashtme të brendshme. Ajo që është ekstrakt balsamik, kuptohet, është më e fuqishme. Ka edhe antiseptik brenda, po ka edhe këtë lulen e basanit. Ndihmon edhe për stresin, meqense lidhet stomaku me stresin. Patjetër. Atëherë, pihet ky mjalti, uji me mjaltin, pihet kjo dhe rrin 10-15 minuta. Mbas kësaj, marrim një pako çaj gastromer, nëse e kemi të gatshme, edhe pim përsëri para buke. Dhe kur të shkojmë tek një mëngjes, për shembull, nuk duhet të shkojmë tek një mëngjes i rënduar, për shembull, edhe ndoshta me gjëra të skuqura pikante, absolutisht. Për shembull, qumësht me musli, ose një gotë qumësht, një vezë dhe ndonjë gjë tjetër, çfarë t'i ndodhet në shtëpi. Po asaj vezës mund t'i hedhim edhe pak rigon, dhe rigoni është i provuar pa diskutim që balancon prodhimin e acidit klorhidrik në stomak. Pra nuk i lë ato qelizat gastrike tashme që të prodhojnë me tepric acid klorhidrik. E kështu që e mbajnë nën kontroll. Ky mëngjes, bashkë me ujin me mjalt, bashkë me çajin, është një ditë e mirë për stomakun. Pra, edhe sikur të na jepte një ditë më para dhimbje nga ora 11 deri nga ora 1-2, nuk do t'i japim më këto. Është i qetë në punën e vet. Po plus kësaj, kjo më qetëson shumë mirë sistemin nervor. Pra edhe komanda i do i vej nga sistemi nervor qelizave gastrike do të jetë e tillë, pra prodho brenda normës. Filluam një ditë të mbarë, do të shkojmë në drekë, ndoshta e mjaftojmë me një gotë çaj, dhe në darkë pastaj neve mund të marrim edhe gotën e çajit përsëri, pra këtë çajin gastromer, mund ta marrim në mënyrë të vazhdueshme 2 deri në 3 gota në ditë. Që për mbambimet që i duhen një çaj për urimin e stomakut. Seleksionuara të provuara. Në mungesë të këtyre, çfarë mund të marrim? Pak lule basani, 2-3 fije, ndoshta nëse kemi lule bishtamithi, nëse kemi gjethe mllage ose lule mllage, nëse kemi mollë tegra, edhe këto janë të mira sepse kanë pektin, kanë acide organike, po kanë edhe pektin. Pektina ka veti që të mbylli plag dhe puçra. Pra, ja një mëngjes që sajohet me disa bim që neve mund t'i kemi rrotull mureve të shtëpisë dhe pak mjalt. Dhe fillojmë një ditë të mbarë. Mundet që të bëjmë një kur tjetër. Për shembull, nëse marrim mollë tegra të thara, nëse hedhim një gjysmë gote verë, pra kaq sa është uji këtu, por gjysmën e saj. I lëm mollët me verë 10-15 minuta. Dhe i japim një ngrohje në mënyrë që një pjesë e alkoolit të verës të mavulloj dhe të nxitet pak molla që t'i lëshoj këto acidet organike dhe pektinën, ta kalojmë te vera e kuqe. E pim këtë esëll, pas 5 minutash një lugë supe me vaj ulliri ose nga i lugë çaj nga këto vajra që unë përmenda dhe përsëri jemi me vërtet në rrugë të mbarë. Pra, fillon mbrojtja e mukozës së brendshme të stomakut dhe stomaku fillon një farë rigjenerimit së brendshmi. Qartë. Duke na dhënë ato ndjenjën e të qetësisë, sepse një qetësi trupore, një stomak si me ulçër, si me gastrit është gjithmonë një lloj alerti edhe për vetë personat që e vuajnë ata. Nëse keni pa qartësi, mund na drejtoni pyetjet më njëherë pas publicitetit.
Jemi rikthyer pas kësaj ndërprerje të reklamave, do të vazhdojmë me pyetjet tuaja, nëse kemi dikën në linjë, regjia mund ta sjellë direkt në studio për të dhënë një përgjigje, duke qenë se na kanë mbetur vetëm pak minuta për të komunikuar me shikuesit tanë. Këtu jemi çdo të hënë, kështu që her pas here do të kenë mundësi të komunikojnë me doktor Yllin. Doktor, ka njerëz që edhe ushqime të rënda konsumojnë, edhe alkool konsumojnë, edhe nuk ju shfaqet se gjithmonë kur të gjen belaja vet, mendon tha, po unë ushqime të shëndetshme kam ngrënë, gjithmonë e kujdesshme në përzgjedhje dhe më shfaqet gastriti. Ndërkohë dikush tjetër ka abuzuar me ushqimet dhe nuk ju shfaqesh gastriti. Le të kujtojmë momentin e bisedës që bëm në fillim. Nëse njeriu nga ana emocionale, nervore, psikologjike nuk është i qetë, atëherë truri mund të ngacmoj, të çon sinjale më shumë, ngacmon qelizat gastritit dhe këto prodhojnë tepër acidite. Pra që nga stresi ngacmues kryesor. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Alo? Alo, ju dëgjojmë, mund ta bëni pyetje. Nga Lushnja ju marrë në Motra? Po, mirë se erdhët. Nga Lushnja jam, me Ylli Merja do të flas. Po ju dëgjojmë. Kam djalin 40 vjeç që kam në dëgjoni? Po. Kam djalin 40 vjeç, më ka vujtur nga ulçera që në moshën 15-16 vjeç, ka grasite, ka të vjella, po e kam në Itali. Edhe sa po e mora, se po unë ndjek gjithmonë, sa po e mora djalin në Itali, dhe thashë këshu po ndjek doktorin. Atëre, i thuaj çuni. Tani si të bëj se është shumë i dobët, pi duhan, pi pije, dhe ka të vjella doktor. Po, ju dëgjova. Atëre. Pi duhan, pi pije me gaz. Ato ky duhet t'i heqi, pra kafe 1, duhanin 2, pijet me gaz 3. Do të marrësh dhjozëm, mëndërz, në energjik, si i thoni juve. Po, se ka disa emërtime në energjiku. Najazm. Kjo është. Ose ajo mendra e mirë që është përsëri edhe ajo shumë e vlefshme. Po jasmo këto për të vjellat, apo jo? Në mënyrë që ky po të marri dhe të përdori 2-3 gota çaj me mendrën e butë, frenon automatikisht të vjellat. Nëse do të bëjmë përsëri atë gotën me ujë, me mjalt në mëngjes për shembull, akoma mjalti nuk është tretur akoma, atëherë ujë me mjalt plus pak vaj ulliri ose të marri këtë ekstraktin balsamik, fillojmë me një ditë të mbarë për rigjenerimin e mureve të stomakut, për balancimin e prodhimit të acidit klorhidrik, dhe ky do të jetë përsëri në rrugë të mbarë në ditët e tjera nëse ndjekim këtë. Po, e qartë, dhe gjithë kura pastaj është përmendur pak më herët nga doktori. Do të jetë në YouTube gjithë biseda për të gjithë shikuesit. Tjetër telefonata mirëpresim. E mirëpresim i lëm vendin telefonatave në këto minuta, nëse kemi ndonjë pyetje. Përshëndetje. Përshëndetje, po. Po, ju dëgjojmë. Po dëgjoj doktori. Po. Kam këtë pyetje. Kam një mbesë 12 vjeç. Dhe ajo në mëngjeset të vinë dhe ditën i dhe nga pak stomaku. Ndërsa në dark, fle këtësi, gjithë natën. I kam bërë analiza, i kam marrë dhe i date, kam vizituar dhe të në Elbasan. Mirë, po nuk ka qëtësi. Si do të dhej. Pra dhimbjen e ka gjatë ditës. Në këto raste, do të shikojmë për shembull personin, a gërhet natën, a ka kryerje të hundëve, a ka kryerje të trupit dhe kryesisht edhe në anus, sepse mundet që të ketë parazit. Së dyti, bëjmë për shembull këtë ujin me mjalt në mëngjes, këtë çajin me mendër, ndoshta mund të fusim edhe pak lëvore të vidhit, sepse është si thua është rigjeneruese. Ndërsa po ka dhe erë të keqe të gojës, dhe sikur të mendoj me gjithse kjo është fëmijë, sikur të na i rria i sfinkteri i ezofagut pak i hapur, atëhere gorica 1 që ka tanine, që ka rrullse, gjethet e hurmës 2, po ndoshta edhe fruti i hurmës 3. Pra këto kanë tanine, po kanë edhe pektina, e ndihmojnë shumë mirë në mbylljen e asaj unazës aty dhe vajza do të jetë shumë e qetë. Qartë. E fundi telefonat, ndoshta? Po, edhe 1 minutë kohë. Kemi përshëndetje, shpejt edhe një tjetër telefonat, e mirëpresim? Po, ju dëgjojmë, mirë se erdhët.
Desha të komunikoja me doktorin. Po. Jemi drejt për së drejti, telefonata vjen direkt në studio. Mund ta bëni pyetjen. Mirë dita. Doktor, kam përthuaj se një vit që unë vuaj nga miku i zorve, edhe më bëjmë të kuqe në trup, edhe ka marrë edhe vajnë e popolisit e kjuve, këtë dhe akoma prapu nuk kam shërim. Edhe në kokë. Po gjuha ju rjes bardhur? Jo. Atëhere, myku në zorë, sigurisht duke anashkaluar ndosha edhe përdorimin e antibiotikëve për një kohë të gjatë, duhet ta kufizojmë në këtë mënyrë. Të përdorim çaj me rigon dhe me trumëz. Janë të mrekullueshme për të luftuar këtë mykun e bardhë ose Candida albicans. Mund të përdorim gjethen e ftojit ose dhe të mushmollës, po mjafton rigon dhe trumëz, duke filluar që në mëngjes një vezë ta ngjyej mirë në rigon, të përdorim çaj me rigon me trumëz gjatë ditës, dhe propolisin me rigon është mirë ta përdori 30-40 pika në ditë. Mykun e bardhë, po e lëm të pa trajtuar, ai ka këtë veçori, domethënë mbin, ai miceli shumohet dhe krijon spore, fara, domethënë që ato përhapen më shumë. Po të fillojmë neve ta luftojmë, por luftimi jo 1 javë dhe 2, po ndoshta 4-5 javë, atëherë suksesi do të jetë i padiskutuar. Dhe kam dëgjuar që dhe ëmbëlsirat i do shumë, se duke qenë kërpudh, ajo shtohet. Jo, duhet i heqim edhe ëmbëlsirat, pasi e ëmbla kthehet në një mjedis acid. Acidi e stimulon shumë mirë zhvillimin e kërpudhave. Faleminderit doktor, faleminderit për shpjegimin, faleminderit juve që na ndoqët. Biseda do të jetë edhe në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, me doktorin do të shihemi të onën e ardhshme. Ju mirëpresim. Faleminderit. Ndërsa me Rezen tonë do të shihemi nesër. Mirupafshim.